A bëj gjuna me i tregu djalit teze se e tradhton gruaja? A bëj gjuna me i tregu djalit të tezës se e tradhton gruaja? Siklet kjo punë, subhanallah, siklet është. Siklet është. Shumë siklet kjo mesele. Qa menoni ju, xhamat i nderuar? I ka faktet, e zemë për shembull se i ka fakt. Duhet i tregoj. Po. Ku ta këshilloj, ku ta kapin nusën e çunit tezës e ku ta gjej? A? Kjo është një çështje e vështirë faktikisht sepse mund të çojnë shkatrim familje dhe mund të çojnë probleme. Allahu din më së miri, në raste të tilla unë mendoj që është mirë me këshillu, por pa rënë në sy. Me këshillu, nëse ka mundësi me këshillu atë dhe më i thon, unë i kam gjitha faktet që ti e lu bishtin. Nëse të pash edhe një herë, unë gjitha çka kam fakte dhe argumente më të tregu burrit tat. Nëse ajo vazhdon pastaj rrugën e djallit, atëherë i duhet treguar. Po ka i problem faktikisht që edhe mund mos ta besoj ai. Ajo mund ta manipuloj dhe ky kthehet në armik. E rëndësishme ky të veproj sipas asaj që këshillon Islami. E këshillon një herë atë. Nëse ajo pastaj vazhdon, ky duhet të tregoj patjetër. Nuk duhet ta tradhtoj. Duhet i tregoj siç është e vërteta. E besoj se besoj, ja mori për keq, ja mori për mirë, puna e tij. Edhe ti japi argumentat. Pra kur ti thot 1, 2, 3, 4, 5, 15. Hajër inshallah. Zoti e boft mirë.